Habi dhe shpresë, nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Të rinj dhe më pak të suksesshmit, asesi nuk i pranuan të gjithë mesazhin hynor me të parën, por të paktën vetënatësia nuk ua kishte bllokuar të dëgjuarit ndaj mbretësisë dhe vurullit të thirrjeve, që kishin qarë botën e tyre të vogël, si me notat e një trombe. Zëri që Uthmani kishte dëgjuar të thëriste në shkëtëtir, flejtës zgjohuni, i nxante vetë mesazhit dhe për ata që tashmë kishin pranuar atë, ishte vërtet si të ishin zgjuar nga një gjumë dhe të kishin hyrë në një jetë të re. Qëndrimi i besimtarëve në të kaluarën dhe tani përmblidhen në fjalët. Nuk ka asgjë përveç jetës së kësaj bote, e nuk do të ringjalleni. Këtyre u erdhën gjevapet hynore. Nuk i krijuam qejt e tokën dhe gjithë shka mes tyre për lojë. Edhe pandeni se thjesht ju krijuam kot, e se nuk do të silleni mbrapsht te ne. Për ata të cilët mosbesimi nuk ishte kristalizuar, këto fjalë kumbonin të vërtetën. E po kështu shpalljen në tërsi, e cila përshkruante veten si dritë dhe mbartëse të fuqisë për të udhëzuar. Një shkak paralel shtytës për pranimin e mesazhit ishte vetë Muhamedi, një njeri që, dhe për këtë ishin të sigurt, ishte tepër plot me të vërtetën për të mashtruar dhe tepër plot me urti për t'u vetmashtruar. Mesazhi përbante një paralajmërim dhe një premtim. Paralajmërimi i nxiste të vepronin, ndërsa premtimi i mbushte me gëzim. Nuk ka dyshim se mbi ata që thonë, Zoti ynë është Perëndia, dhe pastaj ndjekin udhën e tij, zbresin engjëj duke thënë, mos u frikësoni, e as mos u piklloni, por si hariqet e xhenetit që ju premtohet dëgjoni. Ne jemi miq të juaj mbrojtës në këtë jetë të ulët, ndërsa në ahiret do t'ju jepet ajo për çka ju në shpirtrat. Ajo për të cilën luteni, bekatisht nga ai që është gjithfalës, plot mëshirues. Një tjetër nga jetët e shumta përparajsen, që ishin shpallur tashmë, ishte ai që përbente kopshtin e pavdekësisë që u premtohet të përzotshmëve për të cilin thoshte. Për ta në të është ajo që dëshirojnë, për gjithmonë. Premtim që Zoti tyre ja ka bërë vetes, detyrë ta përmbush. Besimtarët e vërtet përkufizojnë si ata që i vënë shpresat të takimi me ne, ndërsa jo besimtarët janë ata që nuk i vënë shpresat të takimi me ne dhe kënaqen me këtë jetë të ulët. Ndërsa paqen e tyre me të thellë e gjejnë në të dhe nuk i trajtojnë shenjat tona si të tilla. Qëndrimi i besimtarit duhet të jetë i kundërti në çdo kuptim. Një aspekt i ilusionit ëndrimtar, në të cilin ishin zhytur jo besimtarët, ishte që bekimet e natyrës të merreshin për të mirëqenë. Të mbaje sytë qelur përpara realitetit, donte të thoshte jo vetëm t'i zhvendosje shpresat nga kjo botë të tjera, por edhe të mahniteshe në këtë botë me shenjat e Zotit që shpalosën këtu. I bekuar është ai që ka vendosur në qej yjesit e zodiakut dhe ka vendosur në të një kandil e një hënë e dritë dhënëse. Ai është që ka bërë natën dhe ditën të vijojnë njëra tjetrën, si shenjë për kë thellohet e falenderon. Prisat Kurejsh kishin kërkuar sfidueshmi për shenjat si zbritja e një engjëlli, për të konfirmuar profecinë e Muhamedit dhe ngjitjen e Muhamedit në qiell. Një herë, natës hënë plot, jo shumë pasi ajo ishte ngritur e shihej tek varri në qiell mbi malin Hira. Një trup jo besimtarësh ju afruan të dërguarit e i kërkuan të ndante hënën dysh, si shenjë se ai ishte vërtet i dërguari i Zotit. Shumë të tjerë ishin gjithashtu të pranishëm, përfshirë besimtarët e ngurues,
Dhe kur kërkesa u bë, tërë sytë u kthyen ndriçuesës. E madhe që mahnitja e tyre ta shihnin atë, duke ndarë në dy gjysma, që u shqitën nga njëra tjetra, gjërsa u pan të ndriçonin se cila nga njëra anë e malit. Dëshmoni, tha i dërguari, por formuluesit e kërkesët e hodhën poshtë këtë mrekulli optike si thjesht magji, duke thënë se ai u kishte bërë mëni. Besimtarët nga ana tjetër u gëzuan dhe disa nga nguruesit hyn në Islam, ndërsa të tjerët ju afruan kësaj. Kjo përgjigje menjëhershme ndaj një sfide në çmuese përbënte përjashtim. Të tjera shenja nga ato që kërkuan Kurejshët u dhanë në të vërtetë, por jo tamam si që kishin kërkuar ata, e jo kur donin ata, por Zoti. Pati edhe shumë mrekullime të vogla, të cilat i dëshmuan vetëm besimtarët. Por çuditë e tilla nuk u lejuan kur të rinin në qendër, sepse vetë libri i shpallur ishte mrekullia qendrore ndërhyrjes hynore që po ndodhte. Ashtu siç kishte qenë Krishti mrekullia qendrore e ndërhyrjes pararendëse. Sipas Kuranit, Isai është hem i dërguar i Zotit, hem fjalë e tij që ai hodhi në Mërjemin dhe shpirt prej tij. Dhe siç kishte qenë rasti me fjalën e bërë mish, po ashtu analogjikisht dhe tani, pikërisht nëpërmjet pranisë hynore në këtë botë të fjalës së bërë libër. Islami ishte fe në kuptimin e vërtetë të lidhjes apo hallkes me ahiretin, ndërkohë funksionet e fjalës së bërë libër në drejtim të fesë së çmotshme të Islami mëntonte se ishte që të rizgjonte të njeriu ndjesinë e kahershme të mrekullimit, që me kalimin e kohës ishte zbehur ose keq drejtuar. Kështu që, kur Kurejshët kërkonin mrekulli, përgjigja kryesore e Kuranit ishte të vinte në dukje ato që kishin patur parasysh gjithmonë, pa u dalluar çudinë. A si veshtrojnë debët si janë krijuar, dhe kupën qellore si është lartuar, dhe malet si janë vendosur, dhe tokën si është ndosur. Mrekullimi dhe shpresa e besimtarit janë të dyja qëndrime kthimi ka Zoti. Sakramenti i falënderimit, të thënit lavdërim, i përket Allahut, Zotit të botëve, përfshin habi dhe e shpijet të lëvduarën e bashkë me të dhe lëvduesin të kurigjina e përtem e çdo të mire. Sakramenti i shenjtërimit, të thënit në emër të Zotit, gjithë mëshiruesit të plot mëshirshmit, e shpejton shpirtin në poa të kahje për gjatë rrjedhjes së shpresës. Të ky shteg, kthimi që ndërsohet lutje bazë Islamit. Fatihaja, hapësja, e quajtur kështu sepse është kreu i parë i Kuranit. Lavdërimi i përket Allahut, Zotit të botëve, gjithë mëshiruesit, mëshirë ploti, zotëruesit të ditës së gjykimit, ty të adhurojmë e tek ti ndihmë kërkojmë. Udhëzona rrugës së drejtë, rrugës së atyre mbi të cilat është hiri yt, jo atyre mbi të cilat është zemrata jote, e as të atyre që janë të shmangur. Gjithashtu themelore si shprehje e përsosur dhe përqendruar doktrinës së Islamit është suretu Al-Ikhlas, kreu i sinqeritetit, i venduar në mbyllje të Kuranit, i treti nga fundi që u shpall, kur një idhujtar i kërkoi të dërguarit t'ia përshkruante Zotin. Thuaj, ai, Allahu është një, Zoti i synuari i vetëmjaftueshëm i gjithkujt. As nuk lind e as nuk lindet, dhe si ai nuk është asnjë.